Havushin e juve. Kush nuk e mnjehni hale dhe nuk deni kush jam. Nështë gjatë këti emisioni e flasmi edhe njëherë për ndryshej mundi me shku në profil temin, këtu apo në Instagram apo ku doni edhe aty e dini tani çka boj edhe me çka mirë nëse me të vërtet po m'vjen pa lidhje çdo herë më prezantue. Toni përshëndetje. Bela përshëndetje edhe tyje. Përshëndetje Luana, mirë se erdhe, kalo mirë edhe te Shqiponje nga Zvicra. Të gratë kuj shive me najtë, më folin veç negativ qa mi bo. Mos me najtë me tu, heq mos me najtë me tu. Mi përshëndetje që ty mi u thonë qka i keni punë të ajnë, mire më falni valloj se ko me bu diçka, ose hiç më falni, veç mu tërhek diqyshme. Sa ma pak kohë me ata njerëzi. Elian përshëndetje. Faleminderit shumë e bukur trujt zoti, shumë faleminderit. Thuje me mirë trujt zoti, se une po kom dëshirë me më thonë e mirë, jo e bukur. Përshëndetje, shpirti bardh pas ka marrë mali me të pa prej grupeve, nuk të kam pa mo. Jeta që tashti me grupe nuk po mirëna dhe shumë, që tashti jena ateru, po mdoket shumica ka TikToki, ka Instagrami, këtu në TikTok edhe në Instagram jam shumë aktive. Në grup të jemi normal aty të Ekuilibri, edhe aty kom qenë shumë aktive, 3 vite me radhë, po tash pak i kom rallu me thonë drejten se aty ndoket kom thonë krejt çka kom pas me thonë deri me tani, kom majtë shumë live, edhe gjithë live-at janë met aty, që të thotë kanë shka me këqyrë bëllë, për që ta jam shpërngull pak ka TikToki, pak ma shumë ka Instagrami. Shumë mirë se erdhe Malboromen, edhe ti mirë se erdhe, edhe mirë se na gjete. Moti s'ke jo valla kum hyel, janë dje mas larti, dje par dje, kur kesho njerëzi live në qëto, përshëndetje, ju dukeni shkelqyeshëm, kam një pyetje, si mund t'i përballoj emocionet e mia? Krejt mvaret çfarë emocionesh? Po ma merr menja emocionet pak ma negative, për ato e ki fjallin se këto pozitive, këto i dina mi përballu gjithë, për këto nuk kanë kohë mi gjithë, po, qysh i kena ato negativet, i kena edhe pozitivet. Edhe jeta është edhe natë, edhe ditë, edhe dielli, edhe shi. Njerëzi mos u deshprani apo mos u qytetni nëse ka ditë që keni emocione negative, se është krejt normale, mos e merrni dhe shumë tragjike, por nëse janë ato të përditshme edhe nuk kalojnë hiç, aty duhet tani me pyet veten ka dalë çka o ka bëhet me mu qëtashti. Altin faleminderit, qëta zogj dhe qysh po më qetësojnë, shqyqysh që i kam. Kur nuk mundën me dalë atje te mali, më vërtet edhe ma heret jem dalë edhe natyrë, kom shetit, jem knaq, gjithë ka zdi kas që më konë sot. Edhe jashtë natyrë kom pas kësi cicrima të zogjve, po diqysh mu ka tek që të ditë e funit, edhe të shpia po kom qef me ndëgju diqka qëto muzik let me cicrima të zogjve. Përshëndetje e dashur se sa kohë nuk të kam pa për besun, jëm ka kyqna ballë kohën e funit, po ndoshta ju nuk po qëlloni këtu, sepse une nuk i paralajmëroj live-et që te Instagrami, i paralajmëroj kur ka me bo na i hypnoz, si kur qëtë jave kum bo një hypnoz live, qka se kum bo kur, qashtu në qatë mënyrë, edhe son të ka me qenë te Instagrami në ora 8, një hipno meditim, ballafaqimi me veten, që ka me konë diçka shumë e mirë për juve, ku keni me pas mundësi, ku kanë me pas mundësi, sepse këto kërshnat e TikToki, po nështë ta jeni në një dhe anëjnaj që keni me marë pjesë atë, ku keni me pas mundësi me e taku e veten e juve, edhe e këqëni të nej qka kena me bo. I të bën të mira njëkohësisht edhe të këqia qysh me vepru. Luana, se cilit prej neve,
Asnjë njeri që e kena një jetë e dashur, për ty po flas, po flas edhe për gjithë jetë. Asnjë njeri që e kena një jetë nuk na bën vetëm të këqija apo vetëm të mira. Duhet mi qitë në vagë pastaj sa ka të mira edhe sa ka të këqija. Nëse ato mirësit i mujnë shumë këto tjerat, është krejt normali se asnjë njeri nuk mundet me qenë perfekt. Se cili njeri ka defektet e veta. Unë e thom gjithë, nëse 80% janë të mira, e 20% nuk të pëlqejnë diçka, atëherë duhet mi akceptu që ato gjana. Ti Luana mundesh mu bazu në ato të mirat. Njëherë, mu bazu vetëm në ato të mirat që ka ti ka bo qaj personi. Në atë moment që ty të ka pa i shtresja, jo nervoza, qa më boni këj personit, pse ma boni qëtohen, pse ma tha qëtohen, në atë moment, mu mundu me i neutralizue me këto të mirat, me thonë ka dal njëherë, okej, që to të këma boni që ta shumë e keqe, me të vërtet si më ka di qysh me përbalu, po ka dal se qëtë mirë ma e kompritina, qëtë mirë ma ka bo, qëtë mirë ma ka bo, kujtoj të mirat, edhe këqyr apo të neutralizohet që ajo qeshtja e qësaj të keqës për momentin që është. Nëse po, atëherë është krejt në regull. Duesh me thonë, okej, falë të koftë ose halal të koftë ose, sepse prapë njëna mirë, po nëse shpeshtohen këqijat edhe sidomos, nëse shpeshtohen njëjtat gabime, komunikimi i sinqert me personin, këto e kena folë edhe dje. Mu ullë edhe me folë, hej ka dalë se që kjo, ti e din që të kom thonë që kjo po më lendon, apo që kjo nuk është e mirë, apo që ka fetione. Ti në gjesë mi syzat të t'ju ledzojnë apak. Ta shti reflektojnë syzat, po nuk kom që ka me bo. Reflektojnë. Shumë je e mrekullueshme, Ajshe, faleminderit shumë. A veç vetë jeton, së është më rëndësi altin. Hafte fala daje Selman, shkelzen kur s'haku, faleminderit, kur hasku, faleminderit shumë. Dje, po dje, jo par promje kum po, daje Selman. Dje dhe sot jo. A ka mundësi me ta kërku një ndirë me hy live me juve, vetëm 1 minut, e jo, ti me syza qella ty, po vjen shumë keq se nuk po të njo, edhe hale kur nuk e kom pranu t'i kanë që nuk e njën TikTok. Në TikTok, kom thonë, po me fillu me pranu njerëzi live, ama vetëm njerëzi që ka njëti drejtim si koroni që mune me kontribu bashkë për juve. A kon nuk e njo, nuk e pranoj. Mund është me më shkrua në herë në Instagram, me më tregu kush je, edhe pse po do në më kyq live me mu, është e mundu që ta pranoj kamerën. Më falni se po pina pak se fyti thohet ka njëherë. Gëzuar, përshëndetje Brekjena, mirë se erdhe. Ti je një mrekulli, Luana faleminderit shumë, se cili je na mrekulli, Robert faleminderit për qëto lule, se cili je mrekulli në veti, dikush pak ma ndryshej, dikush pak ma ndryshej. Zotit e bekofte edhe ty gjithashtu, hejtë, lumë, faleminderit shumë, faleminderit, Luana. Ajo, serios jam muna me konë femiu e të rëtë, po mu dok ma i ri, momentalisht syzat si ti i kom. Nuk lu në rol, kush je sa vjetik je, për mu mund është mi pas 80 vjetë, për mu mundet me konë dikush edhe 20 vjetë, nuk lu në rol as mosha, as kur gjë nuk lu në rol të une, po nuk të njo e për që të shkak. Nuk e dije për shembull me çka më duhet më ballafaqu, jo që po du me thonë është si e njeri mirë apo zotit e din ty bestik fa, po thjesht nuk e kom bo ende edhe nuk e kom jetë me bo njëherë pa i njoft njerëzit. Jo, nuk është para gjykim. Përshëndetje 06. Përshëndetje edhe ty zemër, se veç me një zemër s'po dit ashti emnin qysh e ki. Përshëndetje, respekt Robert, edhe ty gjithashtu respekt. Sa është më rëndësi nga jam, po ju oj Shqipe ngone qa po flet leni sy të syzat. Faleminderit shumë Lula, se me të vërtet po më vjen pa lidhje mi thonë çdo herë të njëjtat fjalë. Po nuk është problem, hajtë se shkojnë të ju mësue.
Qka me bo kur je me një vend që nuk ndjehesh e lumtur heq? A je me një vend që nuk ndjehesh e lumtur jeton që aty në qatë rrethin? Apo vetëm kur je do një herë në qatë vend? Po e dëqonit, lëri këtu krahasime se cili ka vendëshmërinë e vetë. Hi nuk pedi për çka e ki fjallin që tashti, krahasimet, vendëshmërinë e vetë, edhe një herë hajtë shkuj pak ma shumë, se nështë je bazu ndo fjallët mija, po nuk pedin cilat. Fitness për shëndetje. Kush që shqe që jam nervoz? Ha, Robert? Pse shoki, qka na pas ka gjitë? Qite nervozën që të hajtë nëse ki gajle? Jo, nuk jo me ra ushi që të folni ma shumë për shëndetin dhe jetën e përditshme. Për shëndetin dhe jetën e përditshme. Nuk e di qka e më ka foli tjetër. Për shëndetin kena fol par dje. Dje kena fol për komunikimin. Sot e kom jet me fol për faljen. Edhe vetëm pak diçka për lidhjet toksike edhe për narcista. Ama shumë pak, se nuk është drejtimi jemi, e di shumë mirë sjelljet e narcistave, di shumë mirë qysh sjellen, pse janë qashtu, qka bojnë qashtu, ama nuk du me fillu me folu në për narcista, jo këmë thonë edhe dje, qërni kërkoni dikun tjetër, a pak diçka du me fol për qëto lidhje toksike, apo kush e nin veten që është një lidhje me njëri që është narcist. Adelina, faleminderit shumë. Jo, hajgore po baj me një shuq. Nejse, s'ko ka Robert, nuk ka problema. Vazhdo ashtu si i respekt, faleminderit shumë. Me tigra, nështë veç me tigra, me tigresha s'ka roha le, ato jënë shumë qarta. Oj, ha bosh për lu që kje lumë duka gjini që të kemë faleminderit shumë li mi. Li mi. Poshni Allah që i boni që ta emna të jo. Që me mujt një, shumë be kom qef për të foli me dikonin mja përmen emnin, dhe me dit mja përmen emnin, a këtu shumë po kom problem. Kumita, për musafirët e juaj është fjalla jo për ty se je shumë inteligjente në zano. Faleminderit shumë, okej, më falat herë, se nuk e dita, për shëndetje, mirë vete Selmani. Po, mi qite tut, cila tut? A të trishtum në i sena? Emi, a tutëm në i sen që ta shtja? Për shëndetje në amik Gjoj Gashi, havosh atë pëlqej me të lavdu. Jo, a di qëfar lavdotash kom qef me pranune? Që nëse më thu ti, hej, falë fjallëve tua, une ja kom fillu me bo diqka ma ndryshi, apo une për një veten ma rahat, apo faleminderit shumë o njeri mirë që për shpenzon kohën me neve, që si lavdotash pasha zote shumë me qef i pranoj. Oj bukurosh, ose i pas ke syte bukur, ose te gratë është shumë pytje, ju shoqet e mija që jeni qëto. Ftyren nuk e kom qështu të pastër qësh po ma qetë kamera. Jo vëlloj pa kamerë nuk është qështu. Në TikTok po mbel ftyra shumë e pastër. Përdori krem qëfaret në zonë, se zdi sa shkrime mi kini bo me qka e lujnë ftyrën, bashkë me qka të nëzonë që atje. Po në vakika një herë dhe me asin një vejet kaltër. Po TikToki pe qetë qështu asë nuk kom filter asë kur gjo. Plus në gjyra e flokve, po ndryshon e në kamerë. Nuk është qështu. Me dalë në dili që tashti nuk e kom qëtë në gjyrë ka qëtë bukur. Po vallaj shumë e bukur. Pasha zoten që sot bile shumë mirë po doket. Nuk është në gjyra qështu. Kështu që mos më pytni. Se vallaj po pritoj mi u kalzu tani, se nuk e kom, nuk mirë naune me shminka e kom lonë këtë zanot, moti. Kur të flasish në do njëherë ti të pranosh e ta me gjanosh autizmin tek fëmijet. Kur të flasish në do njëherë kom fol në Instagram, është një live, po tash nuk pedi, valoj në cilin kom fol atje për si me menagju, se unë nuk kam provoj me fëmi me autizm edhe nuk jo me ati drejtimi, po saj për këtë prindit si mu sjell me ato emocionet që i vinë nga situata,
është një live në Instagram. Që tash të rozhitoni martoma, qysh mu martu ta bëjsha... Nëse si më ka të kuptajt me rozhitoni. Oj loqk, na dyja jena mit me konat e vjetra, me emra ton, dashurije, zogaj, pasha zote. Realiteti fillon në zemrë që aty kur ti identifikohesh mas pari me emrin tanë. Unë kom shumë dëshirë me jetu njerëzia në realitet, me jetu njerëzia të sinqert, me konë shumë drejt me njëni tjetrin, korrekt me njëni tjetrin, kur emrin e ki falc, qa po dënë atëherë, ti për shemë në profil të emin, me emen falc. S'ki qka me lyp tybe, ma mirë me orë 5 vetë, që tu po 5 vetë që identifikohen mas pari me emen, e lemu me fjallë për mas, po kanë dëshirë më shef mas profilave fake, që më mënu me qitë në i herë dhe diçka normal nuk ju ka hije tybe, po nejse. Komente. Detaj kore. Jo nuk ja gjujta kërkujna heq, une nuk di me gjujt, une drejten bonar, zdi heq, rotla nuk di. Ka njëherë bëj hajgare, nështë adin mundona këshe me gjujt rotull, dhe qështu po krejt e marrin vesh. Para me ndo me qitë filter, janë jetë se kom, me më qitë filter veç shumë tona. Silma faleminderit shumë. Më falë emni nështë ta nuk e pate Silma që mi gjujtë që ato lule nuk e dita valojnë. Qashtu, Alten, faleminderit që më ndonë kohën me neve që ajo më pëlqen. Lule o vetë jetësoj, faleminderit shumë Qika Gjelanit për shëndetje edhe ty. In welchen Fällen sind die Gesprächstherapeuten? In welchen Fällen sind die oder ake dash me thonë, in welchen Fällen kann man sich mit Gesprächstherapie behandeln oder was? Also Gesprächstherapie kann man për gjdo sen me boe. Edhe veç nëse ki qef me najt me haben edhe me bo lafe muhabet, das ist auch Gesprächstherapie, weil es ka gjithë diçka aty që e merr me veti. Selma, përshëndetje. Briken, e pse ke bo sy qashtu? A Selma pas ka gjujt, një Selma Adriana, përshëndetje Havvosh, përshëndetje Adriana. Po shpejt po shkojnë komente, të ne për ndodhë me këthy, desa po i kthej po bone dhe zdi sa ma poshtë. New York, përshëndetje, o të je shumë me të vërtet mrekulli lëma i burë që të ka, të jemi të qartë e që të sonë me fjallë, faleminderit shumë. Si je, a je mirë, hera parë që po të shonë nga Jezuj. Sues, dhe që edhe pak, së është më rëndësi, nuk është më rëndësi nga jam, muna më lejmë pejkine, ama Shqip jam ka flasë, për diçka jam hije, të rina këtu, ta ndëgjojmë një herën një tjetër, këqyrmi, aso në s'pët veti ty për ka hitja, a je martume, as je martume, sa fëmi kisa, senet, nuk luin rol ato gjona. Po humbim kokot për dukjen e komplimente, a kanë sy se ma shumë me u kyç në temë njerëzit. Faleminderit shumë, sepse njerëzit po jetojnë në sipërfaqe. Edhe në jetën e përditshme munda me thonë që 90% jetojnë në sipërfaqe, janë ma të gatshëm me këshyr diçka që nuk ka nevojë me një fellë në vetveten ose në emocionet veta, ha, hi, që si farsemesh, veç hajgare me bo, veç të dalë, nështë atë dikun të ikë, ama jeta nuk është aty, nuk është jeta veç hajgare dhe veç hi në si përfaqe, po kur të bjen të najnaj pun që dush më ballafaqu me veten, atëherë një me ki me ra për toke, se ke jetu vetëm najrë, ku të besh për jajri, ta ne ki me ra shumë keq, a nëse hec në për toke dhe më rëzue, nuk dhem qaq shumë. E meriton, po Silma, kam faleminderit shumë, bukur shumë, po këtu nuk jemi familji, ne edhe s'kem nevoj me dhonë informata në TikTok, kështu që s'ka rëndësi për besë që ashtu po mendoj edhe une, edhe me konë familje të sene nuk vetën. Familja jem nuk më vetë mu qka e ka bon, ku po shkon, ka po silësh, e këtu në TikTok ju intereson edhe gjanat shumë personale,
edhe çfarë feje ki ju intereson njerëzve, le mu ma në tonë s'po him heq. Përshëndetje gjithë edhe njëherë, une po kom dëshirë me fol pak për çka do me thonë me falja. Njerëzi ndëgjani, kush ka ardhë ma vonë, ju kisha lut, kush ka dëshirë me ndëgju, rrini ndëgjani, kush nuk ka dëshirë, mundi edhe veç me e kalue këtë profil, del një dikune në sipërfaqe, se une nuk jam me sipërfaqe, s'kom qef me bu hajgare, bën vaki kini me mpaqe edhe të këcyna i herë edhe mu, se edhe unë njerë jam siguri edhe shumë e du valzimin edhe shumë i du hajgaret, ama fokusi jem është ma shumë të qeshtja emocionale e juvja, e se cilit për juve edhe për që ata po fillojna me full për. Hajtë kalëzëm një që tu shkruni sa për juve jeni të lindum shumë, që javë merë mendja që nuk muni me falë qatë person për shemull. Shënoni që tu ju lutem une, ose shka pe di, shënoni veç diçka, veç ta dije une, po. A keni ndonjë person që ju ka lëndu qaq shumë që me ndoni që kur s'mundi me ja falë? Kajt unë, po, normal, kashi, uzër, tosi, unë, jo s'kmerita, super, e lumja te, 07, super, ju që s'keni kërkan me falë, a unë jem e bindë në 100% që se cili për juve keni nevoj me falë dikon. Shoqet ma të ngusht, aty dhe mas shumë ti, unë jam vdes e nuk ja fali. Briken e kam që ditë, vdes e nuk ja fali, ja fali. Ka dale. Tu jenë guhabën që tu her pas here edhe kimi ja fali. Uzër 6, 3, 7, 3, 8, 2, 8, që ti mendimi jo me dhone. Po briken, heq mos i që durët. Heq mos i që durët për paran. Se ja fali, jo në s'kom kënë veç nona nëse më falë, nëse kom bo gabimi vogël, na i herë, ti, a ki me falë, na i konë, kur s'ja fali, jo, po, kur s'ja fali, valla, unë nuk ja fali, lutë Zotit m'ja fali, Zotit ashtu kështu me ata njerës, nuk mirë na, sigur që s'mirëm kërkosh me ata njerës, nuk ja fali, s'ja fali, valla, po unë kam, heke beqeto me hashimin, Sebastian Sabi, ose mëse hek një herë, leje mu hashimin, se je ka do me mështi me bloku pa nevoj. Une e vraje kur s'ja fali ty pistik fa. Qka po falni këto e dodë, se qa o ka bohet, bes, veç nga një, po ti që ta shtirë dhe ka dal një herë, po dojna me i fal njerëzit që na kanë lindue. Qa po falni? Shqiptari me një herë, qa po falni? A ka diçka falas, hajde dhune, të marë, se na kemi qef me marë. Nani në zoti, qka më këshëllon si pas te, nuk fitesa mundesh me shenu, e dashur amon nuk e dije, a është mirë ti me shenu ndodhin tonë që tu për shemull, edhe është shumë e mundur që one nuk ka me mujt me dhonë ndonje përgjigje adekuate për çështjen tonë, pa e ditë rjedhshëm qka është puna. Unë kom qërë. Me jep, okej, qashtu. Mos ja falë, as mos me ndo. Po, ju që po i thuni dikujna mos ja falë, qysh? Linda, faleminderit shumë. Ndëgjani, shumica munda me thonë që gati 99% keni shkru nuk ja fali, kur s'ja fali, dikush kom e degë dhe s'kom ja fali, për shemull. Kena këtu dikonin që tha unë e vdesë dhe nuk ja fali, e që si far gjanash, ndëgjani. Me fal dikonin, fakt është shumë e vështirë. Me të vërtet, sidomos kur na kanë lëndu qaq thellë. Njerëzit ndëgjoni që tashti, leni njëherë komentet, ndëgjoni se unë mendoj që ma me rëndësi është me ndëgju që tashti, se mu mundu me dhonë apishe, ju në atë moment që vetëm shënoni, ju do me thonë nuk po ju intereson me ndëgjue, kështu që mundi me hecë mës me hup kohën katë, se unë që tashti nuk ju lecaj asë njave, sepse po du me spjegue pse na jemi qështu, pse thojna që nuk falmi, edhe pse duhet pa tjetër me falë.
pa tjetër, që do të thotë shumica prej neve. Nuk e dia ka njërin këtë botë që nuk është lëndue. Nuk ka njëri që nuk o lëndu najhere, po ti zemër bardha, për që ta të më lefosën. Nuk ka njëri që nuk është lëndu. Dikush në mënyra ma të rona, dikush në mënyra pak ma të leta, ama të lëndum, apo të zhgënym, apo të radhum, apo jena sigurt se cili prej neve. Jo, brekin, nuk është e vërtet që ka shkruve. Anja i mos të nethet mend, po nuk bëhet fjalë për ata, po bëhet fjalë veç për ty, që të është esenca. Ndëgjoni, njerëzit që na kanë lëndu neve, se cilin prej neve, ato lëndime, sidomos në varet nga kush ka ardhur, sepse këto lëndime që kanë, ju nuk i falni. Këto lëndime janë 100% nga njerëzit shumë të zemrës, nga rrethi familjar, nga shoqëria e ngushtë, nga njerëzit që i keni dashur shumë me zemër, njerëzit like, share, ku është me bo këto like, share, që të ndëgjojnë sa ma shumë njerëzit. Unë për veti s'di me bo like, share, kur të është dikush live, ama ju bëne. Edhe se këm dashtë të thonë, ma herët këm harruba, e që ta shmëra nërmen, si shto, si për hajgare. Ato veprat, ndëgjoni mirë, ato veprat që ka na i kanë bo që ata njerëzi, ato jënë të pafalshme, vepren qësh na kanë bo mundije, se falë që të në lëndimeve dhe që të në zhgenimeve që na i kanë dho njerëzit, na jemi sot që ta qësh jemi emocionalisht shumë të lëndum, emocionalisht muna me thonë, bukur të shkatrum. Ato vepra që ne i kanë bo ata njerëzi, ato definitiv nuk falën, se s'ki qësh mi falë, as nuk thejhen të mas, ato është diçka që kanë do. Ajo që është shumë e rëndësi me falë ti, sepse ti lirohesh. Në atë moment, kur ti e ki hale atë inatin, atë mlefin, atë dhimbjen, ndrejtim të qati personit, edhe ajo një emocion që ka rëndë ti, ti je ka e bartë, ti je ka e banë qatë mlef me veti, qatë inati, qatë lëndim, e ki ti në emocionet e tua. Ajo është e ti trano, nuk i që ka mi bo ati nuk i interesan. Ai që të ka lëndu, bën vakje dhe o penduet, ka kërku falje, po bën vakje dhe s'o pendu heq, s'të ka kërku falje heq. Njerëzi, mos shënoni se nuk jem të ledzu që tashti. Mundi me ndëgju, me të vërtet nuk mu më ledzu që tashti, jem ka flasë. Edhe ato emocione, ato ndjenja janë të ti. Ti ka të silesh, ku të bjen nërmen ai gjest, ku të bjen nërmen që ka të ka bo, ajo apet të vjen të nalt. Do me thonë, ti atë emocion e kije 24 orë e në ndijen tone. Në bagazhin e emocioneve ti, jo të aj tjetri. Atëhere, që të pagishtin në kryo dhe thuj, hej, po në që tashti, ti mos nuk do me thonë ti me shku të aj njeri edhe me fol me atë njerin edhe me ullë atë përparën edhe me thonë falë të koftë. Nese nuk munesh me ullë, mirë i shkon me ullë njerin përparën edhe me janë një që ka të ka bo dhe me thonë qëre halal të boft zotin nga ona jeme e ki halal, falë të koftë. E jo me thonë hajtë se zotit ta këthene qështu, nuk është punë e jotja, po nëse nuk mundi me e ullë personin për paran, për shemull, nëse nuk mundi me fol me to direkt, ti mundesh me fol indirekt, ti mundesh me fol për veten tone, ama falja duhet me ndodh 100% prej shpirtit. Ka të thu, o Zot, unë e pe fali që të person, ose janë një për shemull, qështu që ma ke po, qëto falë të koftë sot e nditë kiametit prej me e ki të falëne. Nëse nuk e menon, vetëm me fjallë, kur gjës ke bo heq. Falje do të thot, nëse më të vërtet nga thellësia e shpirtit, ja falë qati personi, qatë vepër, apo qatë lëndim që ta ka bohe. Veç me fjallë nuk e një bo kur gjë. Edhe një herë pe thamë,
që nuk ka ja falni veprat që i ka bo personi, sepse ato janë të pafalshme. Po ju jeni ka e falni vetë vetën për mu liru, jo mës me qenë blokum nga emocione negative, sepse ato i bartni jo në vetë vetën, jo personi që ju ka lëndue. Edhe aj nështa, edhe atina personit i kushton nështa që të ka lëndu. Është shumë e mundur, nuk mundë me thonë ajo, ati nuk janë nin, jo, ajo është qështu, ose ajo është qështu. Bon vaki edhe atë personin e mundon që të ka lëndu tyje. Ama nuk është problemi yte ajo. E jotja është ti me falë shkaku, mu liru ti të vetë vetja. Ti me konë e lirë nga qëto emocionet e qëti personit që ka ti ka bu. Kjo është të tëra që ka nën kuptohen me fjallën falje. Une për ju thëmë sinqerisht, falje në parë që e kum bo, sepse unë i kum bo gjithë njerëzit, i kum falë me hypnoz. Vergebung s'arbeit është një hypnoz jashtëzakonisht e mirë edhe shliruse. Njeri parë që e kum falë njerëzi, o konë baba jem. Mos me ndoni që baba jem o konë najfar kreten njeri, apo o konë i ashpër, ju kena dridhë në komë, o konë nuk nga ka re, kur, njëherë ja di një shuplak, po me qatë shuplak ndo këtë krejt o borri mu ka silë. Ju konë e po, këta ma e moj me antë shumë mirë. Nuk është që Zotit e ti që ka bo për shemull baba jem, ama ka bo shumë gjana, sepse më ka tutë. Ma ka shti tutën e nashtë për shemull. Kur e kom hongër qatë shpull ma skreje, o pasha Zotin, kriter mu ka bo njerë dhe do farë yje, delshin do yje në për qaterë si sot e dje. Edhe që to ja ku majt men, po valla ja ku majt men, se tash ti e di qëfar pasojash, që tash, të nej mas anej e kom kuptu pëse si jo mirë ka njëherë, krejt fojt qasa e shpullës mas kreje. Njerës i përboj pak hajgore, po nuk është edhe pash për hajgore normal. Edhe vishë dashta mi o thonë që kom fillu mas pari atë kryesorin e familjes me falë, do me thonë e kom falë baben. Në atë moment që ti e falë personin, edhe raportet për rreth, sidomos me atë personin ashtu e kështu, kanë mu vrejt raportet, është e mundshme që kur ta falni, mos ofendoni, brekina, le s'ka gajle, kush nuk ka diçka me dhonë ma mirë, leje le t'japin qka dojmë. Hiq nuk është problem, hiq më stanin. Që më qite dola prej tempos. Hajde, gëzuar. Në atë moment që e falni një person, është shumë e mundur, bon vaki, 3-4 vjetë s'kini folë heq me atë person. Shkaku i qati lindimit, i qati zhgenimit, i qasaj tradhije që ta ka bo. Në atë moment që ti e falë atë person, ti ashtu kështu kime ndi një farlirimin vetën, që kime thonë, o Zot, pse se pas në bo ma heret. Po, është shumë e mundur që aj personi ka me ardhë në drejtim tonin, një levizje ka me bo në drejtim tonin, apo kime një që ka full për ty, apo ka me tarë nështë ta një mesazh prej ati personi që ka e ke prit me vite, edhe nuk ka reagu, sepse ti e ndërpren që atë farë energjin e keqe, edhe i len hapsir për diçka nështë ma mirë, se kretë që ta njerëzi që na kanë lëndu, na kanë zhgënyu në këtë mas, jo njerëzit tafërt, jo njerëzi, bon vaki është edhe prindyt, bon vaki është edhe motra dhe vllavyt, edhe njerëzit që s'ki ku me i qu, a nuk është atëherë ma mirë frontat me shkutu i zbut me qata njerëzi, apo me i majt qashtu i natin. Njerëzi i natis na qënë kërkon. I nati është një ndijen shumë e keqe që e bartë katë me veti. Atër jo valla për i nati që ma ka bo që të... Unë ju kuptaj nëse thuni, faleminderit shumë për që të lule, unë ju kuptaj nëse thuni nuk jo me gatshëm që tashti hale me falë, sepse nëse si e gatshëm me shpirt me falë dikonin, pastaj atëherë hiq mos e ban mo. Mos e ban një herë deri sa t'jesh i gatshëm me falë dikonin.
Kom pas shumë problem me I falë 2 persona, kreti kom falë, se të ne kur ju hina rënë, thash hajde s'ka gojle, dikush lëndimet ma të mbaja, dikush ma të vogla. Jo, vërtet 3 persona ko kanë që kom pas problem me I falë, jënë konë 2 dikush tjetër, edhe I treti jënë konë une me falë vetën. Edhe mi u thonë drejten, sëm veke me I falë që ata 2 persona, që ata 2 persona, vjerë kom të shiru deke një herë. Qaq mendja jeme ka arrit, mi a të shiru deke ndikujna. Qaq o kon ato lëndimet që veshin të mëdhaja, shazët I shallatisin. Po e kom falë veten, ama kom pas shumë problem. Edhe banojsha ofër një kishe që aty. Për çdo ditë. Për çdo ditë që ka dhonë Zoti, jam shku në atë kish. Mos thuni tash të çfarë feje ke, se nuk ju intereson. Jam ateiste. Jam shku në atë kish, e kom dhes ka një qiri për çdo ditë, tu ju lutë Zotit se unë e veç e vrejta, që ka do me thonë me falë. Unë e veç I falja këtë të tjetë, edhe disha me gjithë falje unë unisha mire ma mirë. E kom dhes ka një qiri për çdo ditë, me ju lutë Zotit, me ma qu forcen me I falë që ata njerëzi me shpirt. Ndoket një 2 javë ditë, jam shku për çdo ditë. Tu I dhes ka një qiri deri sa jam shku me dhes qiri qa dit në qatë kish, edhe më ka ardha jo më ullë dhe mi falë ata njerëz, edhe ato figurat aty një mashkull, një femën, tash nuk mos në vetni se nuk e di kush o kon, a o kon Jezusi, a o kon Maria, nuk e di, a o kon një figur tjetër. Edhe qka kom pas mi a thonë që ati personit, femën, ja kom thonë që sojna, edhe ka isha sa më isha, edhe që kom pas mi thonë që ti personit, ja kom thonë që asaj figurës mashkull. Ja kom thonë krejt gjanat, qka mu më ka lëndu, qka unë s'ja kom thonë kur, ja kom thonë që aty edhe me të halalt, edhe u krya I kapitull, po vetë vetën qysh me falë. Nuk më isha me falë vetën, pse nuk kom dit me eduku në shtafmin, pak ma shumë, jo me eduku se në atë mënyrën jo mundu ma të mirën me bo, po pse nuk ju kom kushtu ma shumë dashuri, vëmendje, respekt, fëmijëve të mi, po krejt botën jo mundu me rahatue, a këta veç ato gjanat elementare të javë bohe. Tu jo donë me hongër, me I nru, me I vesh më madh, a me mu ullë dhe me folë me ta ka dale, me ju dhonë, me ju kallëzu qka është respekti, me ju kallëzu fëmijëve, qka është dashnia. Top deqoni, faleminderit shumë, ty ta mon vloa nëjnej. E kom pas shumë problem me falë vete, nuk më isha me ja falë vete, edhe shpesh ka një herë, gjatë bisedës e nëzo vetën të I thonë, s'ja fali vetës që nuk kom dit ma heret, bashkë që shtu thellëses, qka imi të ju po fëmijëve, që sidomos qka ju kom bone fëmijëve të misen konë të vajgjel, e që kjo o konë ma e fështira me falë vetën, sepse e nisha une vetën fajtore e njerëze, për diri sa ti del gjithë vetëm në rolin e viktimes, edhe nuk e merë përgjegjësin për vetë vetën, kur gjas kena bo. Pa marë parasysh sa na lëndon dikush, pa marë parasysh qka na thot dikush, qka na bon, okej, na ka bo, e ka dhonë t'i qkafin qka e ka se s'den ma mirë, nuk don ma mirë, I ka ato pak nacistishe cyge, është toksish, ama nëse unë e lëndona, edhe më prek qaq shumë qaj sen, përgjithësia është e jemja, me I liru ato emocione, me I liru vetën, që o kam prek, a që shumë pse jën kam prekin këto gjana, ndjenja, dhe me thonë jën të mijat, edhe me marrë vetë përgjithësi, jo me fajos tjetrin për senet e tua. Ja, jo me gishtin gjithë të dikush tjetër për gabimet e tua. Nuk është kërkush përgjegjës për emocionet e tua, edhe për sjelljet e tua toksike, apo narcistike, që ti ka dhonë dikush tjetër gjatë jetës. Une nuk jam përgjegjës për qka ke përjetu ti në fëminin tone, apo ti nuk je përgjegjës qka kum përjetu une. Nata në gjatë jetës e hajnë krejt tjetër kush, bazë e prindve tonë, bazë e edukimit, sa e na konë të vajgjel.
kërkosh nuk është përgjegjës për kërkonin për post t'i vetë. Edhe one nuk muj me shëru kërkonin, muj me ju ndihmue. A nësi ju preki me këto fjalët e mia, nuk është problemi jemi. Unë jam ka shkepi veç mirësi, po në vaki dikonin edhe mirësia e vret. Edhe drita ja vret sy dikuj që është qaq shumë enter. Dikush që është qaq shumë enter, tash para mendone, i ka sytë mshirë që aty gjithkohën edhe tash një trak i dhezet një drit, një reflektor që është që normal që hutohet e shon qka ma dhezët ke drit, është krejt normale. Ama nuk i ka fajet aj tjetri, po fajet janë krejt të ne se cili. Sa i përket njerëzve toksik edhe narcisistave, a mundesh me fol diçka për narcisista, qysh mu sjell me njerëzit narcisista, çka me bo nuk po muj me dal për kësaj situate, po ma merr menja që kom të boj me një narcist. Prit veç pak t'ju lexoj një herë pak edhe të vazhdojna. Faleminderit shumë. Jo, nuk kom thjerza, nuk është me rëndësi për ti Jusuf, Bobi, mos më bën nervoz shoki. Me të vërtet që tashti mos më bëni nervoz me këta sy. Mos më shtini me me ngjitë syzat e dillit, po m'vjen keq, ndoshta je hera e parë që to. Ama leni mu këta sy, ku mi qu vëlla këta sy? I kom tashti, janë të kaltër. Qa me bohe? Veç një me hi me syzat dillit që mës me konë fokusi te syta, po te flokta, po te leni posh një zot. Ndë gjët që ka jem ka flasë, nuk jem dalë me të kalëzu që farë sy shkam. Posh një zot, pa piken e bazës. Hin me një live syt. Unë e foli krejt diqka, unë komplet jom hi edhe vetë në emocione, këm thot... I ka falë, zoti, për shka me bo tashti, Mona Lisa? Shka me bo, zemër? Me syza dillit s'po muj me hi, se me bo me hi me syza dillit qonë krejt në kome dhe thojnë që kishe qka ka bon kjo, dhe s'muj me syza dillit se jo mrenan. Lene pash një zot mo, mos më bo një nervoz, u myta të i thonë njerëzë, nuk jëm dalë me i reklamu sytë këto. Lemni të flasë për qka po hije. Pret një pak ndëgjoni për çka është fjala, se nuk është fjala veç, nuk është jeta si përfaqe, nuk është jeta veç ç'sh duket njëri. Apo çka ki vesh, apo çka e ka vëzit. Ka dali njëri, hini pak edhe ma fel jetës, se jeta ka dhe gjana shumë me vlera, se si përfaqja. Po që sytë e kaltër, po që e madhe një 80 gati, po që blond, po që të natë mirat. Bën vaki, nesër e jotja me konë, mas 3-4 ditë ose një muj të bona bajat, sepse këto gjana nuk i sheh mo, po e sheh shpirtin tema, jo është me rëndësi, si për ty, si për se cilin. E për që shkak leni, mos u fokusoni veç në dukje, po këqyrni një herë qka ka me dhonë qaj njeri, a ka diqka ma shumë se do sytë kaltër, a ka diqka ma shumë se 1,80 cm, a ka diqka ma shumë se mi pas flokët blënd. Jo, valla s'paska. Atëhere nuk e dije, a është diçka e përshtatshme për shtëpinë tone? A është diçka e përshtatshme për fëmijët e tu nesër në qasi personi? Apo për ty mas pari? Apo ti për mua? Nëse veç je i bukur, çka më vyn ti mu, nëse veç je i bukur? As nisem, për syre ta nuk jeton kërkush me kërkonin. Nështë në qatë fillim. Kështu që, në qitë pak për të rëzije, veç ta dini, se nështë adhu duf me i fol një herë, se kjo po u bona nervoz pak se kjo po më tregon që veç në sipërfaqe tu jetu edhe kush më një edhe kush po më përcjell që sa pe dini që po thom në sipërfaqe nuk jetohet o njerëzi, nuk jetohet veç tu ju kallëzu kush je, nuk jetohet tu kallëzu ti kush je dhe çka ke vesh, se ka njerëzi nështë si hava që nuk i intereson, që as nuk shitet as nuk blehet. E për qatë shkak miliardat me mi pruti mu që tu se të tonë hej, sa njeri jeti, qka ki me dhonë ti nga vetja, qfar karakteri kije? E valla karakterin po të pe bleja, se po të ashes, ja, marë kapi këto miliarda dhe rre atje ku je, se ka njerëzi që as nuk shiten, as nuk plehen. Ju lutem. Këqërni me dhonë diqka shpirtnisht, me dhonë karakter nga vetja, me dhonë mirësi dikujna, jo me i blen njerëzit me pare. Bën vaki dhe ka shumë njerëzit që blen me pare dhe blen me komplimente, blehen me... Unë zblehna me kur gjo njerëzi.
mund është me mble vetëm me sinceritet, me respekt, me dashni dhe lojalitet edhe me qëto gjona. Mund është me mble si njeri, si shok tjetër, si shoqë, me diçka tjetër jo, me as të nisan. Dalmi të njerëzit toksik. Po më do këtë edhe unë u bona që tash pak toksike. Hej, ja, që tash ti para si me vazhdu, pedhizmi ka një. Hajde, merë në qëto, ka një dhe ju dhezne. Pedhizmi ka një dhe vazhdojmë diçka për njerëzit toksik, se kom njetë me mu thellu shumë në drejtim, se nuk është profesioni jemi, di shumë për ta, po thom, ama masi veçone punoj me emocione, me qeshtjen emocionalet njerëzve, e di që edhe aty është diçka në këtë drejtim edhe shumë i madh. Bile për qatë shka ke marrë drejten, edhe një vetëm po du me thonë kompetente, me avdhona i këshilla të këtu, ama jo mu bazu, ju tanaj 100% që ka thonë, okej, në fjallë qka të thëmune, mundi mu bazu, se ato e 100% vërteta, për që ta s'foli shumë në këtë drejtim, kush do në mu orientu ma shumë, pret një ta dhezi që ditë këqyria po bëjt dritë ma mirë, se terma keni bo. A është ma mirë që shto? Brekin, o të rupa, ka është ma mirë që shto? Jo vëlla ma mirë që shto. Më fani se përdhezi një. Përdhezi një dhe di që përlepsoj pak. Qka the në dilë të si mësumit po kështu, habe dhe se një prej tuave Lati. Hej, ty pisti fa më do kësi Lati. Lati e ka normal nona jeme, emnin e man profil bilt nuk ka ke Lati. Por një pejt minja vetë, se a mos po qitë në jo. A mos po qitë në jo. Jo s'qitë një, ju jeni mësu gjithë në mi u qitë si bare. Se veç pretni me marë. Qëri një herë. Po dritjeve Leila faleminderit shumë që ashtë të nërët që ma një pak ditë në tërë ma mirë se me ke dritë katastrofë. Po bre, bash pa lidhje me që dritë, shumë ma bukur, po vizlon, po brekina, po vizlon, që shtu ma mirë natural, po ja ka njësë mu të ruën, nej, se s'ka gojle. Lati, po dhe Lati, normal Lati, nona jam e ka emnin Milihat, e thirë Milat. Edhe ta ne i thash Lati, bu të të mja këqyrë profil bilt. Lati, Rita faleminderit, shumë respekt edhe për një kompliment i thjesht qenë ke zojnë hynore. Okej, faleminderit shumë, Leo, qashtu që zoj hynore. Zoj hynore është një kompliment shumë i mirë. E dërguara e universit. Nuk e pi mos o mërzit. Okej, respekt për ty. Thash del në temë, se si jë mësu me të pak shtë nërfas. Ja, u do pak me qitë. Që sa jëm ka hi... Aslan, beo, mirë se na erdhe, Aslan. Që sa jëm ka hi live. Jëm të i përsërit njëjtat fjallë me këta syte bukur, syte bukur, syte bukur, syte bukur, syte bukur. Na lua njerëzit se që tha që më kanë dëgjus disa herë, ata nuk e thojnë mu. Ama këta tjerë që po hinë, na lu një herë në dëgjabre qka është puna, edhe leni mu këtë si përfaqet, syte bukur, syte bukur. Thuti që krejt në qatë, unë thash, njeste me konë gruja jote, mas 2 mujve, maksimum këta sy s'kime mujtë me i këqyrë, mu kanë me të dogë të verë. Po t'intereson, apo bëjna i bukë që atje, apo fshije, a qësh po s'jelna, apo jem korekte me ty e që si sant, që si gjanash. Niko, për gjithë qka jem këto, e sidomos, ka një here, aty këto një blok me bo, që ato di mas miri. Qashtu, ma mirë del, pa i përmen. Ma mirë pa i përmen syt. Ej, njerëzi, ju t'je qërë që të ashti. Mirë se erdhë. Faleminderit shumë se cilit për juve që e një pjesë e këti profili. Faleminderit shumë se cilit për juve që shpërndani mirësi ndaj njëri tjetrit, se ndaj meje, me të vërtet, kom qef ka njëherë dokumente me i kape dhe me i debatu aty për aty, thjesht mi u të regu gjithve qka
për mendim të emin është në rregull apo nuk është në rregull, ama secili ka atë mendimin e vet. Për mu nuk ka, me të vërtet nuk ka sen ma mirë se m'ju pa juve që të për shembull që shpërndani mirësi ndaj njëri tjetrit, se mu nuk malojnë shaj komentet e këqija, apo ndonjë koment pa lidhje aty këtu. Ka shumë kësi po ilsha, aty nuk i debatoj, po një, bon vaki ju e dini shumë mirë, ka një e kapi që aty ja dhonë një rafall edhe u kry puna. Miru pafshim, Arben, miru pafshim. 311 veta, qka është me ato 311 veta, po këqyre, 11... Anite faleminderit shumë faleminderit, me të vërtet, une e ndi veten të privilegjume prej se cilit për juve që ndali edhe në dedikoni kohë pak kësaj shfaqjes teme. Pa marrë parasysh, a merë të diqka me vetja, nuk merë, nuk lu në rol. Bablak, përshëndetje, maj madam. Bablak, ku e kom një në qëtë bablak? S'pe di ku shie, përshëndetje, hava, jam femen dhe jam shtatzan, nuk po di qësh mi kalcu familjes. Valloj, zemër, po m'vjen shumë keq, po në mas pare, nuk e një karakterin, kapacitetin ton, sa edhe nuk pe di shtatzan, aha, okej, nështë nuk e, okej, po ma mërmenja që shi e shtatzan, ama unë mas pare nuk e di kapacitetin ton, sa ki aftësiti mu balafaqu me ju ullë për balë familjes, edhe me ju të regu. E dyta, nuk e di sa të kuptushëm janë familjarët e tu, apo sa të qetë, apo sa qysh e marrin ata këtë punë, kështu që unë në këtë drejtim nuk do mendim. Nuk mo jo në që tashti me thonë, e bonja qështu, se bonja qështu, ose me thonë, unë ja kisha bo për shemull qështu, ndoshta unë ja kisha bo qështu, sepse unë e mas pari një kapacitetin tem, po e një edhe rrethin tem, sa jënë të kuptushëm këtë drejtim, edhe sa nuk jënë të kuptushëm. A unë nuk me dhonë mendim. Jo, nuk me dhonë mendim për këtë punë. Njëheri kom kallëzu dikujna qështu ja thash për shemull une, qështu ja thash personit, qohet ajo shkon të shpija vet, e ja thot njëjtat fjallë, aty në shpit vetën personit, e t'hanë reqyqja. Po ti duesh me ditë, mëra, ti duesh me ditë me qëfar njerëzi ki shkadione me qëfar njerëzi shki të bëj ti aty. Une, qështu ja bëj, se së më tremet syni, apo, i di pa ka shumë a gudzaj, a zgudzaj. E qësh me shku ti tu e di qëfar njerëzi shtë qartë, unë ki në shpe, aty me shku, po ti a the, po unë e thash qësh unë ja kum bo. E kështu që nuk ban, po unë nuk dho kur mendime, kur heq, kur nuk dho mendime, bonja qështu se bonja qështu, po më vjen shumë keq. Faleminderit shumë bablak, Linda, prej gajti. Prej një planetit pas volum, hale. Maki, faleminderit shumë. A vazhdojmë për narcistat, po që e krejva cigaren. Se bashkë thasht për 7 dhezë një herë, se bashkë u desh me dhezë gëzuar. Ndëgjani, njerëzi, për nështë jeni edhe këtu njerëzi që më keni shkrue në Instagram edhe më keni pyet në këtë drejtim, edhe ju qka nuk keni shënu, ndëgjoni veç pak për nacista. Njerëzi, se cili prej neve, ama bash se cili prej neve, kena do pjesë që mundet me thonë dikush, kuku që tu ko ka si narcist, që tu ko ka si narcist, që cilje o ka e bon si narcist. Pe marrë shemull një ma të voglen. Ajo ndjesia me kontrolu dikonin, apo gjelozia, e marrë një gjelozin. Se gjelozia është edhe të shtin edhe në tënaj nështë me qenë me shumë kontrolu së ndaj personit. Lej, brikjen hiq më stranin zemër. E marmi, për shemull, ajo ndjesia me kontrolu tjetrin.
pa mërë parasysh, a fmina, a partnerin, a i shaka, a i shoqër, nuk pe dije. Tashti, shajat e narcistit, kjo është një kryesore ndër to. Kontrolla mbi personin tjetër. Nuk guxon ti me dal, nuk guxon ti s'ki me dal me shoqni, s'ki me dal me shku qatje veç vet, nuk i me shku në muzik, nuk guxon me shku atje, do me thonë izolim. Ti pe e izolon qatë njerin tjetër, që do me thonë është një shaj e narcistit. 100% me vetë ikonin, thonë po kjo është shaj e narcistit. Njerëzit, nga ana jeme, nuk është shaj e narcistit, po është frika e humbjes. Gjelozia është frikë e humbjes. Kur gjë tjetër, ti e ki atë friken që ky personi tu dal, tu shku, tu i mëse pasti në kontrol, ky gjon diçka ma mirë, apo ky personi t'len ty se ti do mangësi tua qka a personi as nuk i shet, ti e din që i kije dhe thu ky gjon ma mirë, ky e gjon një që i ka sytë e kaft, ky e gjon një që është nështa me flok të zeza, se të bardhat nuk i don, apo qështu, ti është frika e humbjes ndaj qëti personit, shumica mund është me thonë që është edhe shenjë e narcistit, sepse narcisti normal këqyr me izolu tjetrin, tashti me këqyr nga ona narcistave, me izolu tjetrin, që mos me dol aj tjetri e me fol me njerëzit tjerë për qeshtjen e tina, për shembull mos me kallëzu kur gjo heq për atë nacistin, qka nacisti ama e bën. Nacisti del edhe këqyr me shojt, me të nënqmu, me të qitë posht, me fjallë ma të poshtrat, sepse kur e vre nacisti, që ti nuk je ka i përshtatëshmu, që ti ja ke fillu me a zbuluat rrethin e vetë, a i këqyr tanaj, me majt veten halen alt, me majt veten që unë jam i mirë, ati nuk bën me i thonë kërkush që ti i ki që to ti gati 99% je nacist. Do me thonë, 99% je nacist, nuk bën me i thonë, pa i kur te merë vesh ti që a i ka shumë sene dhe nuk ka mundet të ti mu shqit mo, a i del tanaj edhe këqyr ku të mundet në përret të vetin, me fol keq për ty që me majt veten alt. Që ti nesër nëse ja qëtë gjanat që i ka bo aj rrethin shkon të je imponue me të fol keq për tyje. Po, të qëta njerëzit që mundohet narcisti me imponue, me konë dvedishem ata, mes me konë edhe ata në dhimbjet e tyre, edhe me ndo bashkë të në qëto gjana, ata nuk e përkrahin. As kërkush nuk mundet me përkra dikonin mendimin e vetë njerëzit nëse nuk e din 2 anët, për shembull. 2 palve. Okej, ata pas nga bojnë qështu priv, valla se du me fol për shembull edhe me haven, me këqyr, mendimin e haves në që drejtim se po mdoke diqysh e pa logjikshme. Prap se prap, pe thëm, edhe nëse jeni ndonjë lidhje që ju e dini 100%, që është lidhje toksike, apo keni përball juve ndonjë nacist, mos i akuzoni shumë ata njerëz, nëse mundesh me i përballu, nëse mundesh me u mundu kadale, me shti, me drejtu të sherimi nacistin, sepse ati na i vyn sherim 100%. Nëse mundesh me drejtu të sherimit të naj psikolog, të naj terapi, mundohu deri në maksimum, po deri në atë pikën ku ty nuk të kushton shumë. Ama mos u mundoni me dalë që tash një sekreto mush TikToki, unë jetoj me një toksik, ose shenjat e toksika vjen qëto, njerëzve toksik janë qëto, narcistat qëto. Hej, nuk jemi të javë bu ma letë, sepse edhe aj narcist, jashtu quajtur narcist, unë e thëmë thjesht një njëri jashtë zakonisht i traumatizum nga femiria e vetë, kur gjë tjetër, si kur ti edhe one. Edhe aj i ka traumat e veta, veç të narcisti janë edhe shumë atrona,
se të one apo të ti apo të ti. E keqja e narcisistave është që ata zakonisht e tërheqin ata njerëzit që janë shumë empatik. Ata njerëzit që kanë shumë empatin veten, që kanë shumë, që ju dhime dikush, që janë me të vërtet tepër të mirë, sepse aty mundet narcisisti mu ushqyje nga ai personi. Edhe kur i hargjitet ushqimi, sepse edhe qaj empati, edhe qaj njeri shumë i mirë, edhe ati dikur i pohet ballë, edhe pse ja falë disa herë, edhe pse mundohet disa herë, sepse empati kur e don, se një kohë ma heret, kur e ka njoftu narcisisti empatin, ja ka shtru të pihin e kuq me të madhe, narcisisti empatit, ja ka thonë krejt ato fjallët, qka ka dosht empati me një. Jo, qysh është narcisisti, po krejt ato fjallët qka ka dosht aj njëri empatik me një. Qka ka folaj, empati ja ka thonë që ato fjallë, krejt, deri sa e ka bo 100% për veti. Në atë moment që e ka bo për veti narcisisti empatin, vaj halli për empatin pastaj. Po, edhe empati lodhet dikur, lodhet edhe shkon tu e konfrontu, tu dalë për parë, narcisistit nuk banë mes me ushqy, ato duesh veç me ushqy. Qka bën narcisistin këtë moment? Qohet edhe kërkon një empat tjetër, sepse ai duhet mu ushqy me njerëzi empat. Se ato nuk i ka, ai ka vetëm dhimbje mrena, ai s'ka vet dashuri, s'ka vet respekt, s'ka kur gjë hiç këtu, është bosh mrena. E ai duhet mu ushqy, i hargjitet te hava, shkon te brikina. Edhe brikina empat, edhe aty ushqehet matutje, ama nuk i intereson që këtë empatin tjetër ka e ka shkatrue, në faktikisht. Atina nuk i intereson. Po shkon të tjetër. Kur t'i hargjitet e brikina, shkon të tjetëri. Në vend që mu nalë personi, edhe me thonë, hej, une me të vërtet nuk kokshna mirë. Po, ai person i nëron disa partnera, në vend që mu nalë edhe me ndryshu veten. Mos me ndani që narcisisti e ka letë. Jo, ata jënë edhe shumë atë lëndum. Ama nga lëndimi shumë i roni tyne, nga mos se nuk jënë mësu me marë dashuria, ta nuk jënë mësu me marë dashurin, nga askush plus bën vaki kanë përjetime traumatike shumë trona në fëmini, ata tanej, që dishta me thonë se që ka kosa, nga lëndimet shumë trona, ata i lëndojnë tjetë. Me një mos, jo, për neve me këqyr tashtin nga kondi jonë, as pak njerëzore. Po nuk është të ta ajo. Ama krejtve ju kisha thonë, nëse dikush është që tu edhe, e din paka shumë sjelljet e tina që shkojnë në drejtim. Mos këqërni me manipulue krejt botën, po këqërni shëron e vetë vetën. Ka njerëzi, nështë në rrethin tem, që ja kumë thonë, hej, edhe 100 partnera me ndruti, është e kotë. Veç partnerat tjerë kanë me hekë. Ama qeshtja jote nuk ka mu rahatu, s'ki me mujt me gjetë rahatime që ta partnera. Vetëm në fillim, 1 vjet, maksimum 2 vjet njerëzi, ma gatë nuk shkanë, sepse lodhet dikur, edhe aj empati lodhet dikur edhe thot, hej, u dha e martë koftë. Tjetër, ama viktima ma e madhja në këtë jeti. Jo, ai tjetëri viktime jotja, po e te kalon. Ai e te kalon, e përpunon ato lëndime qka ja ke dhonë ti, me koni me që më thot, o, zot faleminderit që erë që shtu një narcist edhe më lëndoj ka që shumë më mshtini me punu me vetën, thjesht edhe të falenderohet, a problemin ma të madhin e ki ti me vetë vetën. Sepse vetë vetën e merë, ka të shkojsh, 24/7. E nuk pe di ashtë ma e logjikshme me ndru partnerat, apo më mundu me ndryshu vetën.
Nështë ta investim në vetën maksimum 1 vjet. 2, s'pedi e mbaret që shë pranon njëri, edhe pas taj kemi jetu një jetë shumë të mirë. Pa e lëndu mas pari vetën, po edhe pa e lëndu kërkon tjetër. Ka që po ta une edhe për nacistat. Sot se ju kom thonë që nuk flasë normal, po shumë pyetje mi kini bo, edhe që kjo, që to e morra drejten, edhe e ndjeva vetën shumë kompetente, mi ja thonë që to fjallë, në bazë të punës që punoj vetëm me emocionet njerëzve, edhe inshallah ju ka shërby në i sen, me shpresë, që se cilit për juve, aty këtu në i sen ju ka shërby, edhe në drejtim të nacistave. Ta mën i nëj syzat, edhe hasë në një koment që thu, aj zot Allah ndërtone. Bashkë kur je ka një tema për me falë, s'kesha nej. Altin herë do kur atëran kjo video në TikTok. Shumë faleminderit Havush. Po të dëgjoj me shumë vëmendje. Adriana më vjen shumë mirë. Faleminderit shumë. Së njëva me falë. Se më njëve Angelina, si e konë. Këtu nuk o konë për momentin në shta mesazh për tyje. Sigurt me pakon mesazh për ty në këtë moment e kishë ndëgju. Bon vaki dhe nuk e kone gatshme hale për që të fjallë që i tashti, e kur të del në YouTube atje, atëhere nështë është që atëhere për ty. Që s'kam më falni me këto komente. Ku onda, definitiv onda për dikra kushime që atë që ta letësova. Unë s'kam problem. Ja, 100% me vetën. Onda 100% me vetën, se cili. No, kisha pas probleme, unë me gratë grupeve, no, kërkusheq. Po une e zgjedha vetë shërimin, onda. Nuk e zgjidha ballafaqimin me njerëzit pavetdijshëm, ma të pavetdijshëm se vetë që jem konë, po e zgjidha vetë shërimin. Çdo fjalë që e the është ashtu se unë e njoh një nacist të tillë, Prizreni, ama nuk bëna me na duhet mu mundu pak, me ju ndihmu, par me shku në terapia ata, po nëse nuk shkojnë, atëherë duhet mu largu se një kohë gjatë ata ta komplet energjin edhe komplet të thithin bre, ata qka kisht mirë mundohen me ta marë se s'kan për veti, nuk kanë. Keqe është që se pranojnë, normal që nacisti nuk e pranojnë, ama duhet me gjithë mënyrën. Pas hyza, admin hajpe ti pas hyza ma e bukura, që shumë shtin me dalë. Me falë tratim, ashtë si me lecu një liber për dytën herë, për fundimin e kate njëjtë. Bablak, nuk jam e njëjtit mendim që të dikush pas ka thonë diçka për tradhti, po më shkoj dhe së në lexova dhe e lash. Une mendoj që nëse bën njëri një gabim, Bablak apo kush, Leonora, nëse e bën dikush një gabim, se cili prej neve mundë me bo gabime. Se cili mundë me bo gabime, dikush ma të mëdhaja, dikush ma të vogla. Po nuk qiten poshtë zdi sa vjetë për një gabim që e ka bo burja apo gruja. Që mundë me thonë e ka pizor sora met nështë për qatë moment, sepse për mendimin tem, tradhtia nuk është gabim. Tradhtia është vendim. Nuk mundësh me thonë gabova valla. Tradhova, gabova. Jo, e ke bo me plot vedije. Nuk është gabim ajo. E ke bo me vedije. Për qatë momentin kur ti ke tradhu, e ke bo me shumë dëshirë. Atëre mos thuj që është gabim. Po thuj vërtet që hasa në këtë situata, apo elshova veten pak shumë, apo që shtu mund është me thonë.
a bona gabim, sigur që jo. Edhe një kërkim falje nuk mundet me asheru zemrën as njënës palë, në qoftë se ka të ratu burri grunë së në rahaton, me një kërkim falje apo e kundërta. Po të pakten, mu mundu me tregu keqardhje, për qatë situatë edhe mu mundu me fitu pra besimin të partneri ytë. Nëse ta falë është fjalla, ama me konë shumë i sinqert kur t'i kalë. Qështu o konë puna. E jo me rajt ma tutje. Nëse ma falë, ko mu mundu, ashtu e kështu kjo lidhi nuk vazhdan mu edhe mbaret a o formu dashni, a o konë veç një tradhi e qastit, edhe ajo lunë rol shumë të madhë, Leonor. Mirë mroma Drenusha, nuk duhet me ndru, as burat grat, as grat burat. Themi, Shaula, duhet me ndru. Jo, nuk duhet, definitiv jo. Nëse don me ndru, rremo së marta heq. Ndrajz disa, deri sa të vinë met në veti, edhe të përkushtohesh. Ma mirë këqëre një gru, maje një gru që shduhet, se s'disa vishtu i lëndue. Se për mua ashtu kështu, si femnat, si mashkujt, me të radhu, ata nuk janë burra, as gratë nuk janë gra. Unë e mendoj që po, falet. Po de, Kosovar, normal, gruja zban. Faleminderit shumë, Edona. Miss ju, faleminderit shumë, nalo bre, pak, u Roma. Qka me të rubre, të rathia, nuk falet. Mbaret krejt nga individi. Të rathia është rathi, s'ka tjetër. Ajo nuk është gabim, po, për mu të rathia nuk kom bo gabim, e bona që të gabim. Jo, është vendim, nuk është gabim. Se budal nuk je. Ani Femishala, shko thuj grus tone, hajt gru, hadikon son të mishe lakna se bëll hongre me te one veç pasol. Hej, faleminderit shumë. Leonora nuk do me thonë, ju një raste edhe ndryshej, që me të vërtet një herë ka ndodhë për shemull edhe e tregon rastin edhe nuk ndodhë mu. Normal thohet, edhe këta zistran thonë, einmal geschlagen, immer geschlagen, ama une nuk e globalizoj shumë që qishtje, edhe pse thohet që ashtu, këto janë besime që i kena marrë, ama nuk e globalizoj që qishtje. Hej, faleminderit edhe një herë shumë për kohën që ndajt me mu, edhe normal një falenderim i veçan të më shkon mu që ndova kohën me juve, edhe që mi prisht pak nervat dikur që therë kamisi i lajfit. Kur shtë të ashti që ka ndodhë, ky live her do kur ka me dalë të një YouTube, atëherë krejt lajfat e mi kini mi po atje, edhe këtu të nej, kur të komentoni diçka, unë e lexoj ka njëherë emnin, bi emnin, apo emnin e juve, keni kujdes qka po komentoni, sepse këto lajfa jesin krejt një YouTube atëherë, bën vaki e kum thonë në që ta shti habe ukaj, atër dihet që me ty e pas na pas dihet qka ke full, kështu që kush nuk don, mos komentoni kur gjo ma mirë heq, ose komentoni diçka mirë, biljet t'ju njihet emni për diçka të marë, për diçka të mirë. Qëta shti dashta mi ju thonë, hajde se po qohmi, po gatujna bashk, po jo. Jo po du me shiju veç vetë, jalëshoj zonin që tu që saj muzikës relaksuse, edhe e kom jetë me qitë një pite me spanaq. Po si më ka t'ja mi bo bireka, a mi bo kështu katë merë që shithojmë na. Ju ka lëcu që
Unë jam shumë shpjanike. Nuk I kom veç sytë e kaltër. Edhe të bukur, po edhe jam shumë punëtore. Jo, kuzhinën e du shumë, me të vërtet. Shumë e du kuzhinën. Nuk ka sen që nuk di me bo. Sidomos këto ushqime tona tradicionale, këto I kom shumë qef. E sonte, në pite me spanaç dhe kip treja. Ama po qona pe qezve se po du thjesht mu relaksu për veti, se edhe me bubuk është relaksim. Korab, faleminderit shumë për këto lule. Jeta në mënyrë, nëse se livdojë në vetën, a mos po pres me më livdu ti. Jo, vëllaj, tash ja kom su vlerat vetës, edhe viç kom me I përmend. Viç kom me I përmend. Vlerat e mija ti nuk me nje. Fjallët e tua mu nuk më përcaktoj. Nuk ti qka jop diçka në drejtim temin, ato nuk jënë senet e mija. Ti nuk mundesh me më vlerësu mu se nuk më nje. Më vlerëson për që të shka shfaqna. A une e nja vetën. Une e di vetën edhe di me tregu qka di mirë edhe qka s'di mirë. Okej, qka s'di mirë nuk s'tia ka na I sen, për në shta dhe ka. Shumë e mërë në bukur, okej. Korab Selimi, faleminderit shumë. Në shta të nonës, apo zotit e din, në personi që e donë shumë. Hajde, themi Shala, kalofsh shumë mirë, miru pafshme, me nej profil fake të one qëto. Flikur të drejt shtërëm, jo, flijat nuk javë kom, qëni me pas ka diçka që se dije. Flijat nuk javë kom qaq. Që t'jenë bashkë që qesmi ka një herë, ama nuk javë kom qaq zanat flijave. A pitev po valla. Pitev qëllem shel sytë që aty t'i mushi dy të psia. Shumë e du kuzhinën. Hej, kaloni shumë mirë, edhe njerë shumë faleminderit. Mos harroni sa të muni. Ma tolerant pak ndaj njëni tjetrit, ma tolerant ndaj njëni tjetrit për çështjet emocionale, sepse edhe ti I ki ato problemet e tua emocionale, I ka dhe I tjetri ato problemet e veta emocionale. Mos u bani egoista edhe më smjamni që shpe bani mu një dikon tjetër. Të pakten nëse e shet që je kalendon her pas here dikonin me të njëjtën gjë, këqërgjoj zgjidhje vetës tonë. Zgjoj zgjidhje vetës se edhe ty të bon mirë, edhe njerëzve për rreth. Faleminderit shumë si çdo herë, me shumë respekt edhe shumë dashni për juve, Havushi. Korab Selimi, shumë faleminderit për qëto lula e natën e mire bofshit.